po e marrë këtë tradit fal edhe të arsimiut të cilin e kemi këtu afër dhe i cili edhe mund të tregoj pak për rrjedhën e këtij ose po e them. Pra ky është Bear Saliu nga klubi i Kuajve Opoja si organizator i këtyre garave. Ju e dini se shpesh ne organizojmë gara të tilla, sot këto gara organizohen me një qëllim. Sot klubi i Kuajve Opoja organizon këtë garë për ta përkujtuar kalorsin Muamer Mustafa, i cili po në këtë vend, saktësisht ku do të shkojmë pak me vonë, në vitin 2019 humbi jetën tragjikisht gjatë ushtrimeve në vrapimin e Kuajve. Fillimisht piu tregojmë se çfarë do të shohim sot, kush do të merr pjesë. Kuajt që do të garojnë, do të kenë numra, kështu që mbajnë mend numrat dhe do të dini në kohë reale se cili kal ose kalorës në cilin vend është. Nga Nikoqili, pra klubi i Kuajve Opoja, është kali Libaneto, që ka numrin 7. Me numër 5 është kali Vasir. Me pronar Mujdin Aslanin. Zain Nibras është kali me numër 1, pronar Dashnim Osmani nga Lugina e Preshevës. Kali me numër 2 është Colorado, pronar Neip Selmani nga Presana. Sipas agendës që është përpara në këtë manifestim, fillimisht i lus krejrat e komunës, pra kryetarin e komunës zotin Begjet Gjeladini, si njëri ndër kontribuesit që kjo garë të zhvillohet, natyrisht edhe drejtoria për kulturin e sport, prandaj ftojmë edhe drejtoreshën Liridona Misinaj, që do të shkojmë për të vendosur kurora tek vendi ku ka rënë kalorsi, të cilin e thamë më parë.
ju lutëm, hapeni rrugën tek Kali me pronar Tashmir Osmanin nga Lugina e Preshevës. Pra ky është numri 1. Do t'i bëjmë vetëm 2 rrotullime këtu dhe do të bëhemi gati për të startuar. Ju e dini se keni një stas aty ku starti është pak larg, kështu që mos u vononi shumë. Eftojmë Nebi Sfircën të vi këtu. Derisa po vazhdon edhe kjo revy këtu, ne po bisedojmë me përfaqësuesit nga klubi i hipizmit i Kosovës, zoti Sfirca. Çfarë mund të na thoni për këtë organizim? Përshëndetje gjithëve, ju uroj një gol mirë, suksese më të mirë dhe ushtrime, vëllazësh, tjetë sa më korrekte dhe mos ketë ndonjë pengesë. Pra le të jetë kjo revya e fundit, hapeni rrugën ju lutëm, kalorës tek starti ju lutëm, sepse do të startojmë. Vazhdoni ju lutëm, vazhdoni! A është e mojë ditë Nisuni kalorës ju lutëm tek starti. Shikuesve ju lusim që mos të rrini shumë afër kuajve, që mos të kemi për çdo rast që mund të ndodhë. Pra kuajt janë duke shkuar tek starti dhe ne do të presim shumë shpejt që ata të startojnë. Lidhë shtatut sa Në vitin 2019 kishte humbur jetën gjatë trajnimeve me kuaj, mu të vendi ku ndodhen kalorës. Pra, kemi libanetën me numër 7.
Thoni për këtë organizim. Përshëndetje gjithëve, ju uroj një gol mirë, suksese më të mirë dhe ushtrime, vëllezër, tjetë sa më korrekte dhe mos ketë. Fillojmë me garën tani. Kujdes qytetar, gara ka filluar. Colorado. Qua pronta più, qui del shumë i gusht të katët kuajt janë bashkë për pasia është një marrë. İkşan iyi. Ve çık. Por gara nuk ka përfunduar këtu. Kemi 2 kuaj të rasës arabe të cilët do të bëjmë garë me zeti. Ndërkohë që kënaqemi duke i parë kuajt që sapo e përfunduan garën, pas pak kemi 2 kuaj të rasës arabe që do të garojnë. E shëruj shumë. E shëruj shumë. Hapeni rrugën, ju lutëm, kuajt po futëm këtu. Ju lutëm, mos u fusni këtu. Brenda këtu nuk futet askush përpos atyre që janë me detyrë. Kënaquni duke i parë kuajt që sapo kanë garuar dhe ju thanë që shumë shpejt do të kemi një garë shtesë mes 2 kuajve të racës arabe.
Edhe njerë për ju themi, kjo është ekspozita e këtyre kuajve dhe ndërkohë presim edhe 2 kuaj të Ratës Arabe që të startojnë, të bëjnë garë me zvete dhe pa muzik s'ka dhe lezet sidomos me ustalarët tanë që i kemi ndër më të mirët. Qalla ustar! Janë 3 kupa, fillimisht e ftojmë përfaqësuesin e klubit e kuajve Opoja që të ndaj kupën për vendin e 3. Pra, përfaqësuesi i klubit të ndaj kupën për vendin e 3, e lusim Kalorsin, i cili arriti vendin e 3 që të marri kupën. Ose pronari. Pra, mundet Kalorsi ose pronari i Kalit që zuri vendin e 3. Bear Saliu, përfaqësues nga klubi i kuajve Opoja, të ndajmë kupën për vendin e 3. E ftojmë edhe në Bispirçën nga Federata e Kosovës. Vendi i 3, përfaqësuesi nga Federata e Kosovës, zoti Sfirca, e lusim Kalorsin ose pronarin e Kalit që zuri vendin e 3. Vendin e 2 do të ndaj kupën Drejtoresha për Kulturë, Rini e Sport në Dragash, Liridona Misinaj. E ftojmë pra pronarin ose Kalorsin e Kalit që zuri vendin e 2. Dashnim Osmani. Pra, Drejtoresha ndan kupën për vendin e 2, Dashnim Osmani. Dhe e ftojmë afrimin familjar i Kalorsit, Muamer Mustafa, që të ndaj kupën për vendin e parë. E ftojmë pronarin ose Kalorsin që të ndaj kupën për vendin e parë. Drejtor! Pra, kupa mbetet tek organizatori Kali me numër 5 që zuri vendin e parë. Fotografia e përbashkët, ndërkohë edhe njerë po ju lusim 2 kuajt që donin të garonin të lajmëron.